Në një vend shumë të largët që quhet Laponi, kur nuk duhet të futesh në pyll në mbrëmje, sepse natën e të mbretëron gjiganti i madhëshëm i akullit. E vetmja mënyrë për t'i shpëtuar është të ndezësh një zjarr sa të bjerë nata. Vetëm kështu mund ta mbash larg atë. Gjiganti i akullit nuk guxon t'i afrohet zjarrit, nga frika se mund shkrimni tërë. Ditmiri po kalon nëpër pyll për t'u kthyer në shtëpi. Sa shumë nxiton, ai do që të mbërrijë në shtëpi para se të bjerë nata, por flokët e mëdhenj të dëborës e pengojnë dhe Ditmiri nuk sheh pothuajse asgjë. Dhe më e keqja po bëhet natën. Ditmiri dridhet nga të ftohtit dhe frika. Shkripset, i shkriti unë, në zor gjeta vetëm 3 fjeqe sharake, e para shkrumbë e djegur, e përvëlluar, e dyta e thyrë cop, sa për të tretën, ajo është mirë, e pa thyrë, e pa djegur, për s'kam kuti për të ndezur. Shikoni, një hije madhe po rrëshqet midis pemëve. Po, gjiganti i dëborës po afrohet. O lele, shmërgjeti. Ja dhe një tjetër që ja futa të meri. Nuk po qaj për teje, po qaj për këto shkrepsin magjike. Rritisha, Sa po me daj një gjindi pyllit, a i më tha se një këto 3 shkrepse është magjike dhe të realizon çdo dëshirë. gjindi pyllit. Po, vetëm se, ja, shikoj e vetë, e fërkoma flinë e parë dhe nuk ndodhi asgjë. Kur dalë të fërkoj të dytën, ajo u thye dhe... Fija e fundit që ka magjikja, dhe me thënë. Kështu mendoj dhe unë, vetëm se më humbi kutia dhe nuk kam e shpër të ndezë. Ku të humbi? Ja, ande. Fillova ta kërkoj, por atë borë të njësë më duke se doja filloj nga e para. Kështu, gjiganti i akullit asgjë kuptoi që po zbarte dita. Kur e ndjemu në fundjeli, ishte tepër vonë. Në nxehtësia e lanë forcat. Këmbët ju shkrin kurrizi po ashtu. Dhe gjiganti i frikshëm veti një pellkuj. Ditmiri shpëtoi dhe jetoi përgjithmonë i lumtur.